Dhe ka filluar ndeshja kështu me një herë, Ka filluar se zjarri i vënçes është edhe më e fortë se kauza tjetër, ë? Po, se pelikanët do vazhdojnë punën e tyre, fëmijët do vazhdojnë punën e tyre. Tani, për çfarë do flasim sot? Do flasim për vendimin e ri të Ministrisë së Shëndetësisë për punën e hormoneve, me një panel të shkëlqyer, si gjithmonë, si çdo të bëj kjo studio. Elona Gjebrea, mike dashur e studios Bardazi, faleminderit. Kishe kohë që s'vijen Bardazi. Jo, ka qenë jashtë në studime në për 4 anët e botës. Kaon Seriani, filozofi imi preferuar, më falni ju tjerët. Te kam thënë, e them. E dim që je dashnori filozofisë, kështu që... Kam atë defektiv. Ai e ka titullin, ai është përfituesi. Benjoza Çoku, është rikthyer në Bardazi fuqishëm, e ëngri virozën Bardazi. Ka pas ëngre, ja. Edhe Suela Gjupi, një dashuri e studios Bardazi, shikoj sa e si është, si... E kupton është si flamingo. Jemi të treja të kuqe sot. Vetëm që s'ri do të me një këmbë, ku s'ri me një këmbë? Ku e di ti? Atë se di e këtë drejtë. Kjo ministre ajo, nuk ishte 100 vendime për të marrë për shëndetësinë, për të mirën e fëmijëve, po hormonet na duheshin e tani, për ato ishim keq ne. Tani, a ekzistojnë hormonet o Ornela ime e dashur? Po jo, ekzistojnë. Njeh në një njeri që s'ka hormone? O, ka sa duar. Po janë dhe këto njerëz me hormone. Ornela thot njohëm ca që s'ka. Për ato ishim keq ne tani. I kemi qik me shumicë hormonet të ndrejtë, dhe nga ushqime që ne konsumojmë. Po pra. Kështu që normalisht kësaj pyetjes tënde Elona, bjeri Elona. Do me thënë që duhet patjetër kujdesi veçantë për hormonet. Elona është biologe. Po pra. Mendoj që është përtrequr vëmendjen. Mendoj që është përtrequr vëmendjen. Ky lloj vendimi. Jo, s'është për të Po jo, se ka tranzionuar, unë e di që marrin hormone. Ja. Marrin hormone. Pin hormone. Unë e di që pin hormone, po tani ti ke kaq njerëz që vuajnë nga këto smundje, ke fëmijë në një situatë që Belioza e di shumë mirë, domethënë. Si është gjendja familjare, situata ekonomike këtyre fëmijëve? Shiko, jam shumë dakord Ornel, sepse po të njëjtën diskutim bëra edhe me Suelën, ndërkohë që po pristim të uleshem. Kemi dy çështje dhe i bashkojmë pa dashje dhe i vendosim një konjetacion ndonjëherë negativ edhe këtyre qenieve njerëzore që meritojnë shërbim. Një çështje është, a i kemi neve në nivelin e dur shërbimet që ka nevojë fëmia, familja, shoqëria, dhe herën e fundit ne kemi diskutuar pa arsim, pa shëndetësi dhe pa respektim të drejtash, dil dhe flit çfarë të duash, gjitha investimet e botës nuk e ke mbulu dot shoqërinë që i ke marrë Chelsea. Iku kjo. E dyta është, a janë njerëz to? Janë njerëz. A duhet këta të mbulohen me një shërbim afirmues, sepse edhe deklarata e fundit e shoqatës amerikane të psikologëve del qartë vetëm për ta, për transgjenierët, sidomos adoleshentët dhe fëmijët që për shkak se hynë edhe në situata të shëndetit mendor delikate, si rezultat i kësaj që njihet gender dysphoria, kanë edhe rejtin më të lartë, atë nivelin më të lartë të suicide, të vetvrasjes. Dhe këto studime tashmë janë afirmuar. Është puna atje që kërkon shërbim mjekësor. Do ta marrë dhe ky shërbim mjekësor. Problemi nuk është që ne po i ndihmojmë me hormone, problemi është që ne po çrregullojmë trupin, ne po fusim hormonet që trupi vet nuk i përmban. Pra ne po prishim natyrshmërinë e trupit, pra po fusim hormonet të anasjellta që trupi nuk i lejon. Pra ne po përmes këtij urdhri Ministria e Shëndetësisë po e kthen mjekun nga ndihmues të shëndetit në shkatrues të shëndetit. Ku është provuar kjo? Dhe vetë protokolli të tregon... Ju bëri një pyetje. Dhe vetë protokolli të tregon se këto hormone që do të futen në trupin e njerëzve do të komplikojnë, do të kenë potencialin për të krijuar kancer, do të çrregullojnë, do të heqin kapacitetin fertilizues të njerëzve. Pra, çfarë po bëj? Po ta lëm neve trupin e njeriut në natyrshmërinë e vet, njeriu është ky njeri, pra ky njeri që ka këtë pakënaqësi me gjininë e vet, ky njeri është i mrekullueshëm në biologjinë e vet. Ai nuk ka asnjë problem, pra si thosh,
po ti masësh pensionin, problem biologjik. Ajo që po bëjmë neve që po i shkatrojmë biologjinë këtyre njerëzve. Pra në vend që ti ndihmojmë, mjeku po kthehet një dhunues, një shkatrues i trupit të këtij personi. Jo, më pëlqen teza që ngre. Elona se është e pika e saj. Unë dua të them këtë që, okej, seksi biologjik është diçka tjetër, edhe identiteti gjinor është diçka tjetër. Kjo është një gjë që është e provuar. Kush e bëri këtë ndarje? Kush e bëri këtë ndarje? Këtë ndarje është ekziston. Kush e ka bërë? Këto studimet pra që njohin të gjithë Kush? vendet. E kemi bërë ne si shqiptar këtë diskutim? Kur e kemi bërë? Ne kishim diskutim për barazinë gjinore dhe ne refuzuam ndarjen e seksit biologjik nga gjinia. Ne refuzuam, parlamenti e kaloi me dhunë. Është problemi. Elona. Ne vetë jemi dëshmitar dhe shikojmë njerëz të cilët e kuptojmë që kanë një seks biologjik tjetër dhe një identitet gjinor tjetër. Pra duhet të pranojmë këtë realitet që ekziston. Është një përqindje shumë e vogël, 1 deri në 2%. Hermafroditët kanë ekzistuar në kohë. Jetë e madhe, unë do t'ju lexoj në fund të deklaratës së shtatës amerikane duhet të trajtohet. Është gjë tjetër Po pse duhet të ndryshojmë person dhe çfarë ne duhet të pranojmë tani në këtë realitet që jetojmë. Tani, unë po ju them, kam studiuar të gjitha ligjet në lidhje me këtë terapinë hormonale të vendeve të zhvilluara, të lëndeve më pak liberale dhe vendeve shumë restrikte, s'po e gjej fjalën tamam. Dhe në këtë situatë, pra terapia hormonale, vetëm nuk lejohet në Rusi, në Hungari dhe në të gjitha vendet e tjera është me protokoll. Një minutë tani. Ato e vendos mjeku, nuk e vendosin ajo dhe nuk është që... Po ti e ke detyruar mjekun Elona dashur. Kush mjek do thotë unë... Ti ministër, ti do ta puna po nuk plotësoj protokoll. Ti detyron mjekun. Shpjegoj, jo, nuk e detyron. Po e detyron se e ke futur në protokoll. Ti thua mjeku që mos e stigmatizo këtë kategori njerëzore, po si që ofron shërbim gjithve, do t'i ofron shërbim dhe ati. Sa i ka nevoja për shërbim të kujdesit shëndetësor. Nuk jam dakord me atë që thua që mjeku e dhunon, sepse ajo është një që do bëhet... Po i fut hormoni që trupi, po i shkatron trupin. Ajo do bëhet një vlerësim psikologjik. Do bëhet një vlerësim psikiatrik i pacientit, po them siç është protokolli, pastaj ato mendimet janë gjëra tjera. Do me thënë, është feminizmi për shembull, do jetë duke dhënë estrogen dhe duke ulur testosteronin. Pra duke bërë produkte që tulin testosteronin. Kjo është diskutim tjetër. Po për këtë jemi... Jo, për ato po thotaj, për këtë po diskutojmë nëse diskutimet e tjera janë bërë. Ka ndonjë problem trupi atij personit, ka ndonjë problem? Trupi i këtij personi që do marrë këto hormone do të devijojë. Do ekuilibrohet. Do të ekuilibrohet do devijohet, do deformohet. Sipas nevojës që ka ai. Po çfarë po them unë, teza ime është mjeku po e shkatron trupin e Ose kur bën kimioterapi, të ndryshon gjëra ekuilibrin në trup. Është për hall që të vrasë kancerin. Po sipas teje, ai vepritet e atij. Duan që ai njeriu të shkruaj. Vetëm që ti je rahat ti. Po jo se nuk shkon ajo gjë. Ai personi do. Ai nuk është rahat kur je rahat ti. Ai është rahat kur është rahat vet. Po personat kur kthehen më ndryshojnë mendje, thotë janë adoleshentë. Po e thotë edhe tek urdhri në asnjë mënyrë me detyrim. Po do të ndryshojnë mendje, pa detyrim po e bën. Ti ai po e pranon vet, po ai pas 3 vitesh thotë çfarë kam bërë. Si po e pranon vet, mo, sepse ka edhe prindër. Po ka një fëmia. A dini rasti ju që ka? Fëmia ka një prind. Disa vende në Shqipëri. Prandaj do t'ju lexoj këtë deklaratën sepse është e gjitha devijancë, ndërkohë janë mbështetur mbi prova klinike. Po prova klinike janë që njerëzit kanë ndryshuar mendje dhe kanë dashur të kthehen. Ku e ke? Disa vendet e Evropës ka plot më raste. Ja të Shqipëri konkret. Ja mo të them rastet e emrave, të them emra konkret njerëzish. Problemi qëndron që ngrëti, qëndron, por edhe qëndron në këtë kontekst. Çfarë do t'i bësh adoleshentit kur të vej 20 vjeç thotë niveli i njohjes për të vënë diagnozën që ky pacient nga ana psikiatrike e do vërtet të ndryshim. Do me thënë ka marrë të gjithë njohurinë e vlerësimin klinik, vlerësimin mjekësor, i ka kaluar në teste të instrumentale. Unë personalisht mendoj që duhet jetë mbi 20 vjeç. Tu e ke deri në 13.5. Unë personalisht. A e ke deri në 13.5? A mund ta lexoj këtë? Se pacienti në qoftë se bëhet nën 18 vjeç, është vërtet që mund të ndryshojë mendjen. Po ka stile legjore. Ja urdhëro. Varet se si ndikohet. Urdhëro faqa 5, siç hoqa thot. Mund të ketë arsye bindse për të filluar trajtimin e hormoneve seksuale para moshës 16 vjeç. Deri në 14 vjeç. Deri në
Pra, për trajtim të moshës 13.5 deri në 14 vjeç. Pastaja, shiko që a thot, a është e drejt kjo, a është këshu, pra, a ka përvoj minimale të publikuar për trajtimin e moshës. Tani, qëfar ka ndodhur me këta fëmijë që kanë marrë trajtime hormonale? A lejon të mitur, më falë, a lejon trajtime të mitur apo jo? Belioza tha që ka raste shumë vetvrasjesh. Ka më shumë raste vetvrasjesh kur ka ndryshuar gjithë. Dalojnë zhvillimin e pubertetit. E kaluan shumë shpejt, Unë kam lexuar studimet e certifikuara, nuk po flas studimet gazetareske. A lejohet të trajtohen të mitur sipas këtij urdhri apo jo? Po apo jo? Si jo, po. është protokolli? Protokolli thot... E lejon protokolli, po s'duhet. Arsye britë, po e lejon po. Se zonja tha jo, urdhëro. Po t'i lexojmë këtu njërë, pastaj jo, sepse e kam dëgjuar edhe zvend ministrin që e mbron publikisht që është vetëm për të rritur, është gënjeshtër. Shiko që thot, koha varet nga pjekuria njohëse e adoleshentit. Shiko që thot, koha varet nga pjekuria njohëse e adoleshentit dhe aftësia e tij për të pranuar efektet potencialisht të pakthyeshme të trajtimit. Vlerësimi kësaj është adoleshent, duke pasur, shi që thot, duhet gjithashtu të merren parasysh ndikimet e mundshme të vonesës së trajtimit në shëndetin dhe funksionimin social të fëmijës. Ore, e trajton për me protokoll fëmijët apo jo? Po është krimo, pra ajo që po them unë është, pra ky trajton me protokoll fëmijët deri në 14. Po e mohuan, pra e mohuan. Tani pyetja ishte, ky është 16 vjeç. Në gjerësi dhe në thellësi. Po 16 vjeç, ky kur të vej 20. Po më le pra ta mbaroj, pra, se po e bëjmë si çorap të muhabet tash. Nuk ka diskutojmë çik. Po më çorape jemi këtu në Paris bathur. Problemi nuk qëndron kjo, problemi qëndron. A ka më pak probleme Shqipëria sa të trajtoj këtë? Po është problem tjetër. Sepse ne në datën 20 të muajit ne s'kemi më analiza në urgjencë. Jam dakord me ty. Po e pra, tash duhet parë ne këtu jam dakord të gjithë edhe kameramanët. Është më kriminale. A kemi ne fonde në mjekësi që të trajtojmë këtë gjë, pa trajtuar kancerin, pa trajtuar dhe probleme tjera. E kam kuptuar këtë që kam lexuar, që sigurisht keni të drejtë ajo që ju thoni, sepse është e shkruar aty, por unë e kuptoj që është diçka evazive që mbase nuk është mirë në protokollet të tilla, po më lër ta mbaroj të lutem. Po pra, tash unë nuk e kam shkruar atë, ne po diskutojmë për këtë. Kjo është i miratuar. Dhe unë po të them që a për gabim ai që ka shkruar, jam dakord, hajde ta heqim pra ta tërheqi këtë. Po lër pra ta mbaroj të lutem, ju lutem, unë u dëgjova me vëmendje. Tani, edhe unë vetë personalisht mendoj që duhet përcaktuar një mosh, një kufi 18 vjeç e sipër. Ky është mendimi im si Elon. Dhe të gjitha këto fjalit evazive janë shumë të, po themi, duhen evituar, sepse krijon keq kuptime. Sikurse mund të jetë kjo tavolinë. Po s'është evazive zonja Gjebrea, nuk është evazive. Është e qartë që është për fëmijë. Ajo është e qartë, di pse Elona është e qartë, sepse ai thotë kështu, që po këtë vej 18 vjeç ky i është prishur ekuilibri këtij. Prandaj duhet rregulluar para se. Po gjithë adoleshentët kalojnë një problem ajo është referencë përdorur nga mosha globale dhe nga praktika globale në. Po ajo është nga globale do ta hamë globale. Këtë kuptim është po pra aty thotë mund të ketë. Po në Ministrinë të Shëndetësisë më thonë që ne nuk jemi gati. Kjo është evazive pra. Është vetëm thjesht referencë. Po vazhdoi fjalisë. Elona dëgjoj se dërgona ministria. Po pra. Mos bjem në bivendosje. Kjo tani ti e lexove atë që kishe për të lexuar. Unë po ju lexoj një deklarat të një entiteti i cili merret me trajtimin klinik dhe psikologjik të gjitha grup moshave, po veçanërisht të fëmijëve dhe adoleshentëve që e vuajnë shumë këtë lloj situate të tyre. Sepse edhe fëmijët adoleshent, normal sipas perspektivës tuaj, kanë problematikat e tyre. Edhe duhen ndihmuar, po jo në këtë mënyrë. Ta kanë edhe jo vetëm tendencën në rritje të vetvrasjes, po edhe ndjesisë së keq trajtimit. A ju pushon ndjenja vetvrasjes pasi e bën tranzicionin? Nëpërmjet trajtimit. Ju pushon. Nëpërmjet trajtimit terapeutik. Jo sipas studimeve, sipas studimeve ju rritet. Studimet jo, atëherë sipas studimeve është e shtuar. Ju rritet sepse ata jo pra sipas studimeve i ulet kjo. Ju rritet. Kam një pyetje. Hajde do krahasojmë studimet. Po krahasojmë studimet, po. Po studimet. Atëherë kam një pyetje. Në qoftë se do të ishte një gjë kaq shumë e debatueshme, sigurisht është një çështje që është e debatueshme, prandaj dhe jemi këtu dhe nuk është me një sensitet shumë të madh. Pse të gjitha vendet europiane kanë futur këtë protokoll?
Jo, se kam futur në këtë mas që përfutet cilat vënde që kanë deri në 14 vjeç. Ky urdhri më 14 vjeç, më thoni gjitha vëndet. I parafrimit me legjislacionin e BE-s se sa dëshirë e madhe e jona. Legjislacioni BE-s, ku qëndron legjislacioni BE-s? Po patjetër, parafrimit. Ka BE-ja një legjislacion që na kërkon ne që të heqim fertilizimin e fëmijëve. Grupet të marginalizuar në përcaktime janë një kategori e madhe dhe në këtë grup të marginalizuar përfshihen dhe kjo kategori. Dhe prandaj është bërë, Ministria e Shëndetësisë nuk punon vetëm për një protokoll për hormonet, punon edhe për grupet të marginalizuara, për romët, për egyptianët, për gratë e dhunuara kështu. A janë shqiptarët dakord për këtë? Po në kjo se disa tjetër përderisa nuk do jenë dakord. Kjo është dhunë shtetërore, është dhunë shtetërore, është kthimi i Ministrisë së Shëndetësisë në një instrumente të ideologjisë transgjinore. Po jo, por ne kemi dalë, kemi protestuar, i kërkuam, mos e votoni. Nuk informojeni drejta profesionistëve. Nuk punon vetëm për këtë kategori. Do jeni thjesht e lexoj. Armata e disinformimit. Tani ta lexoj unë këtë që ta kuptoni se ku konsiston. Deklarata e politikës së shoqatës së psikologëve amerikanë për kujdesin gjithëpërfshirës të bazuar në prova për persona transgjinor me diversitet gjinor dhe jo binar kundër dezinformimit dhe për rolin e psikologjisë. Sepse dezinformimi ka qenë ai që rolin e psikologjisë, po, më pëlqen ka kjo? Në përputhje ka dalë në shkurt të 2024-s. Në përputhje me misionin e shoqatës, APA quhet, për të promovuar shkencën psikologjike për përmirësimin e jetës njerëzore, kjo deklarat riafirmon mbështetjen e APA-s për qasje të pakufizuar në kujdes shëndetësor, përfshirë kujdesin afirmues, është ky për cilin po flasë. Po se duam që ka dalë është kujdes afirmues. Por nuk duam të jemi afirmues të kësaj. Për fëmijët, adolescentët dhe të rriturit transgjinor me diversitet gjinor dhe jo binar. Informim publik të saktë, e përsëris të saktë, dhe të bazuar në shkencë, edhe këtë e përsëris. Çfarë shkenca? Rreth identitetit gjinor dhe kujdesit klinik. Studimet shkencore. Po jo, po çfarë shkenca? Studimet shkencore, pra. Çfarë pasojash kanë ato? Si ndihen, si duhet trajtohen dhe çfarë kujdesi duhet i afirmosh. Ja, një sekond. Mos e kujdesi afirmues gjinor duhet të jetë jo i detyruar, i përshtatur sipas nevojave individuale, i mbështetur në shkencë psikologjike, duke e trajtuar diversitetin gjinor si pjesë të diversitetit normal njërësor. Ju jeni dakord që ata janë njerëz. Jo, më kush e tha, janë absolutisht njerëz. Problemi nuk e kam me ata që ju quani transgjinor. Jo, me lejo ta them. Ne nuk kemi gati nga ana ekonomike. Nga ana ekonomike jemi gati për gjitha tjera që ofrojmë. Po le të jemi më gati. Nga ana profesionale, nga ana profesionale, sepse niksi është me prioritete. Niksi është me prioritete. Se fakti që këto vrasë vetës, është prioritet. Jo, nuk më kuptove. Është prioritet e buxhetit. Trajtojmë problemin sëmundjet cilat janë vdekje prushte të para dhe ato kanë buxhetin më të madh. Që kanë incidencë më të lartë. E di kush është çështja këtu që ky problem për kufizimin që lexoj nga APA, që është shoqata e psikologëve amerikanë, shoqata psikologëve amerikanë, çfarë tregon? Ky është një problem psikologjik. Definicionet edhe çfarë do të thonë që duhet marrin pjesë. Problemi psikologjik nuk trajtohet me mjekësi biologjike, trajtohet me shëndet psikologjik. Ky është problemi i kësaj. Problemi psikologjik e zgjidhin me mjete për të deformuar trupin. Kjo është absurditet. Ç'është ky afirmim që duhet bëjmë ne? Ne duhet ta refuzojmë afirmimin. Është individuale. Kam të drejtë po them është problem psikologjik apo jo, se vetë për kufizimet Suela se me ty e kam se time. A kanë dhënë beta bloker këta? Kush? Në përfundet të ndryshme të Europës, si tani nuk e japin më. Pa e kanë dhënë në mënyrë masive. Po e kanë dhënë, kanë bërë. Po mirë, po ky është genocid apo ç'është?
Po çfarë, do të thotë kam bërë gabim, ke bërë gabim me djalin tim, po unë të çaj ballin. Unë personalisht. Ai ke bërë gabim me djalin tim. Unë personalisht ti mjek. Po flas si shqiptar, nuk po flas si apa, edhe bapa. Unë po them. Do kush atë të bënte për fëmijët. Po nuk na e tham pra që jam kundra apo jo. Jeni kundra për fëmijët apo jo? Tani, jam kundra. Venezuela, nuk është hedhur kjo teza që thotë Kaoni, është hedhur kjo teza dhe është përndar edhe në mënyrë masive. Patjetër. Është përndar. Dhe ne sot nuk e dim nëse na fusin hormone të caktuara në ushqime, të cilat na çojnë të mendojmë që nuk kemi rat me seksin ton. Po kjo është e gjitha. Ore, të gjitha shteve. E kam të mendimin edhe të ulur edhe potenta. Si e gjykon edhe një drejtuesi i kishës ortodokse në Korç, ka thënë këtë gjë. Vëllezër e motra, ka thënë siç do e përkthej çik shqipçe, se unë kshu flas katunarçe. Ka thënë shkolla është kundër nesh, sepse në rast se në shkolla do t'i thonë fëmijëve këtë fjali, që ti rëndësi ka të ndihesh ti mirë me veten. Kjo fjali mund të vrasi 10.000 fëmijë. Si? Po mirë, po ti kthen ato që ti pren ata, ti kthen mbrapsht? Jo. Apo duhet i ruajnë ato që pren? Jo, po ai thot ke firmosur, ta preva, ke firmosur vjen keq. Prandaj duhet mbi 18 vjeç, ose unë them 20. Hidhu përpjet. Pra këto zonja duhet të thonë jemi kundra. Për mua mbi 20 vjeç. Jo, do me thënë, e tha një dhe ai ka krijuar, ka shprehur një shqetësim. Ore, nuk duhet kemi protokolle fare për as moshat e rritura. Fetar humanoidësh edhe ai. Edhe moshat e rritura kanë probleme. Pikërisht se është humanoid, unë dua që të bjem në një mendje. Që qenia njerëzore trajtohet me respektin maksimal. Dhe që të marrim ne përsipër, të flasim se si ndihet ai njeriu. Dhe çfarë duhet bëj ai njeriu? Po e shkatron. Drejta jote është shkatron në momentin që ignoron çfarë do lloj thirrje. Po edhe kur ja pret po e shkatron. Ke takuar ndonjë fëmijë që ka gender dysphoria? Po më kam takuar, edhe unë kam takuar. Edhe çaj the? Dhe unë jam jo, ai ka të drejtë në ndjesinë e tij. Ja ta themi. Po çfarë duhet të thuash? Ja ta themi. Edhe për prindërit që na dëgjojnë. Kjo është reale. Njerëz të tillë ekzistojnë. Ne zemër, ne edhe kur na them kokën, nuk po çfarë, po them kokën. Ma bëre pyetje. Ne flasim. Ja, bëre pyetje. Kaoni. Ma bëre pyetje. Shoqëri. Po, njerëz të tillë ekzistojnë. Kanë një pakënaqësi me gjinin e tyre. Janë të ngatëruar. Shpeshherë kjo është një fazë. Perspektiva jote. Jo, të gatuar janë ata se janë me dy organe. Të gatuar jemi dhe ne që po bëjmë të debat. Po jo se ne jemi me na një. Ata kanë një mos, le ta themi kështu. 100% nuk ka. Po dëgjoj mos e më pyet. Si mos pas ka? Bini rat, jo, ska. A dëgjon. Edhe unë dakoj. Ai ka një pakënaqësi. Elona ai apo jo? Ai apo ajo? Bukur, e tezë bukur ajo. Ai apo ajo ka një pakënaqësi me trupin e vet. Dakor? Tani, pse do ta afirmosh? A ka një mënyrë tjetër si ta ndihmosh? A mund ta ndihmosh që ta arrijë të kënaqë, të gjej kënaqësi me trupin e vet? Po si do të profesionistët nuk e bëjnë ta? Po pra, tani, nëse profesionistët e bëjnë, kjo quhet një ndihmë apo jo? Je i dhëmshur, e dallon pakënaqësinë dhe është fusha e psikologut që do të ndihmojë këtu. Dhe derisa personi të arrijë të pranoj trupin e vetë dhe kjo është edhe me ata që janë të shëndosh. Afirmim. Nuk kanë ushqim. Me ata që nuk kanë ushqim, që të bjen dakord me trupin e vet. Po, çfarë ti bësh atij që ka ushqim? Ti thua ke të drejtë, lëre ushqimin vdis. Jo, ti do i thuash do të ndihmoj, ta pëlqesh ushqimin, do të pëlqesh ashtu si unë. Jo mos si ti, jo, thjesht ore të hash, mos u ushqesh, jeta është e mirë. Elona. Ajo s'është. Po më ndihmon, si s'ndihmon. Ai mund të ndihmojë dhe vetë, ai mund të kaloj dhe thjesht. Se ka dëshira seksuale të ndryshme. Ai thjesht. Nuk e kuptova përgjigjen e Kaonit kur e pyet një fëmijë. Si është përgjigja që duhet t'i japim? Ose Elona. Belios, lutem. Kur e pyes një fëmijë, është përgjigja që i japun. Po, pastaj do. Nuk ja japun përgjigjen fëmijës. Unë kur e pyes një fëmijë së pari e dëgjoj. Kërkoj arsye pse ka ardhur aty. Verifikoj dhe kryqëzoj të gjitha informacionet që më sjell fëmia, eksperjenca ime profesionale dhe familja e tij. Se çfarë ka ndodhur, cili ka qenë historiku dhe çfarë po ndodh. Dhe fëmia pastaj në takimet me profesionistët, sepse psikologjia,
se juve edhe këtë e keni në shumica e njerëzve që flasin, e kanë në kuadrë të disinformimit, është shkencë multidisciplinare. Ose të informimit saksisht. Dhe mua më çudit vetëm filozofia e zotrisë. Është informim saksisht. Filozofia është e vetmja shkencë që pranon edhe një teori tjetër. Ky është i vetmi filozof që se pranon. Çfarë i themi? Dhe unë konsultohem. Jo kontradiktollogike. Filozofia nuk pranon kontradiktollogike. Jo vetëm me mjekun e familjes, edhe me psikiatrin. Ja një sekund, konkretikisht, janë të përgatitur ka për ta bërë këtë gjë? Nuk janë. Pse s'janë përgatitur? Endokrinologu mund të jetë, po psikiatri nuk. Atere po ta them unë shprejmisht. Ti shkon, një sekund. O Elona, falë, ti e me e mira. O Suela, shkon fëmija, ka qik temperatur, në lagje edhe ja këput, bam, antibiotikët. Qa thua ti, mirë, se ti japësh Kalashnikovin majmunit se diskutuan dhe Elona. Mundur në fakt edhe në protokoll që specialistët në lidhje me këtë ku janë? Këtë duan, ku janë specialistët? Janë të pakët, por nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë që nuk ka. Pra, diskutohet që ka. Pra, në rregull, kështu që endokrinologu është mjeku. Po, është shumë i mirë për këtë. Për çfarë do bëjmë? Po ai do zbatojmë, do marri pisturin e do vazhdoj. Urdhri thot këtë. Garkohen thot se lexova me vëmendje. Garkohen thot të gjithë mjekët që të informohen dhe ta bëjnë këtë. Po ta bëjnë, a ka të drejtë ai të thotë është kundra ndërgjegjes time dhe nuk e bëj. Jo. Ai do zbatoj protokollin ose do dal nga sistemi. Protokolli të fut në burg vlla. O zotri, protokolli të fut në burg. Ke shkel protokollin i doktor. A është një dhunë pra, është një dhunë administrative kjo. Lagjës që i ka bërë antibiotikët çorat, i ka futur njëri në burg. Të doktoresha të lagjës antibiotikët çorat. E kemi rastin, më vjen shumë keq që po e përmend. E kemi rastin, më vjen shumë keq që po e përmend, se nuk është gjë e mirë, se i dhëmb atyre, por është rast. Vajti u vizituat dhe doktori, një njeri që e njohin edhe këta që po na xhirojnë këtu, edhe i këputi një antibiotik edhe e la të vdekur në vend. Tani më vjen keq se është jetë njeriu se ka lënë fëmijët prapë. Ja japim pa pyetur fare, pa e pyetur çalli ke. 15 vjeçari të drejtën. Është rast real se më njojnë njerëzit tani ta ma treguar. Edhe tek deklarata që të afirmojnë. Ti s'do të dëgjosh. O Belios, ta dëgjojmë çike Elonën se as ti s'do të dëgjosh Elonën. Në këtë urdhër, urdhri është i shoqëruar me një protokoll, i cili është 10 faqe protokoll. E lexova deri në fund. Protokolli është problemi. Po më lërë të lërë. Protokolli është problemi, nuk është urdhri. Protokolli është zgjidhja. Po ato që lexova unë janë protokolli. Të detajuar, po të lutem. Aty ka të përcaktuara me doza, unë nuk jam mjeke që të them, por ama një mjek i cili merr këtë protokoll ka më pak shanse të gaboj se sa pa protokoll, sepse ka të shkruara me doza me gjithë. Zonja Debrea, çfarë duke studiuar? Dua të futem unë në një fushë që nuk jam eksperte. Po nuk ka problem me dozat, nuk është problemi dozave. Problemi është ajo se më that juve se si do t'i japi, do ta ketë mjekimin, pra më that për. Jo, mos është problem, ai s'duhet marr mjekim fare më. Nuk e kam hallin në sa dozë duhet. Po pra, po është shkatruese, është shkatruese. Për personin është shkatruese apo jo? Unë nuk bie dakord me ju. Po pse nuk bie dakord? Ai ka është shndëruese, është shkatruese, është shndëruese. Është shkatruese. Është shndëruese. Po ç'është shndëruese, shkatruese valla. Ore, biologjin do ta lësh të veproj vet apo? Është shndëruese. Ore, njerëzit vjen në spital se kanë një problem biologjik. Në femër dhe nga femër në mashkull. Ndodhi një kancer, është një problem i panatyrshëm biologjisë, do ta heqim. Kurse këta janë për mrekulli, do ta prishim. Ky është problemi më. Se kuptojmë. Janë për mrekulli nga ana fizike. Ai që ka probleme, unë kam frikë se do hanë këta që s'kan o vlla. Ka këto efekte anësore. Jo, një sekond, o Beliosa, po më garantove këtë gjë. Unë nuk e kam se janë 10 vetë. Jo, këtë ti në aty e dua, se ti e ke hapën shoqe. Tani kemi 10 vetë afishit, sa do që janë, nuk dua t'i paragjikoj, që kanë një problem dhe unë jam për t'i ndihmuar dhe këta. Se nuk janë të përjashtuar nga jeta si qëton. Problemi është mos e hanë, gjithë dhe vla. E kupton? Kanë grënë, pra, se kjo përqitja se kanë grënë. Po si do ta ndihmojmë, do ta ndihmojmë ta pranoj trupin. Kur është adoleshent? Fëmijët që janë bërë duhet ta nga sharlatan, jo nga instituta mjekësore që janë të certifikuara në sistemin e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Sharlatanët është e vërtet që kanë ekspertuar. Të që vjen për 14 vjeçari. A është sistemi shëndetësor i aftë për ta bërë një që të tillë, kjo është pyetja ime.
A këtë pyetje tash e gjeni vetë. Ka themelore. Pra, po shiko. Ustalje më zotri. Për mua, është njësoj si të thuash. Bota ka... Një sekund, malër, këtë malër se shë bukur. Bota ka nëndece atomike. Duhet kemi dhe ne. Shko, po ta vini re, unë jam i vetëm, dhe të tre zonjat janë bashkë. Po ta vini re. Suela tha, po të kemi kushtet, të japim, thot. Jo, më vla. Suela tha këtë. Jo, tha tjetër, aktualisht nuk kemi kushtet. Po pra, po t'i kishim kushtet. Ja, dëgjoj Suela. Çdo njeri ka të drejtën e tij të jetojë jetën si të doj. Ta përdori trupin e tij si të doj. Deri në momentin që prek të drejtën time, si individ. Ku ta preku ty? Mua ma prek deputeti. Po pra, ajo është për... Ajo është tjetër. Po Suela, pra Deputeti mua më prek. Ma prek sepse nuk po merren parandalime për karcelin. Jam i vetëm pra të tre zonjat janë në ditë mëndje. O jo, pra se së ajo tani. Në 10 veta, 5 veta i ke përdorur. O Suela, ti je, po të kemi kushtet, po të kemi të trajnuar psikologët, psikiatrit edhe mjekët, ti je për ta bërë, apo jo? Por të trajnuar janë mjekët dhe nuk janë budallë, të trajnuar janë. Po a je pro terapive, pra? Unë jam dhe njerë, më dëgjoj dhe në fund fjalën që thash. Në qoftë se një individ është mbi 18 dhe 20 vjeç. Po pra, si vetëm për fëmijët, po të tjerë Të fëmijët nuk jam. Dhe dëshiron dhe është në gjendje për ta marrë këtë terapi, jam pro, patjetër, sepse është e drejta e tij. Pra jam i vetmi që jam kundër protokollit dhe për tritur dhe për fëmijë. A ka ndonjë terapi për shkak pres gishtin unë mos punoj më. Tash nuk mund të argumentosh. Ajo është praktikisht po neve duhet të diskutojmë. Ore, ajo zgjedhja Gisht për gisht, po pse ajo problemi është ne duhet të argumentojmë çfarë është e mirë dhe çfarë është e dëmshme për person. Po se argument. Elona, ta di që Elonën se. Elona është i but, nuk është bërtet si po. Jo, po ta duhet ndjetojmë këtu tash. Aty pa, ti Po je mbrojtur mjaft, ja. Tani se po qeshim, po nuk... Atëherë, në fakt, kjo është një temë shumë delikate, patjetër që për Shqipërinë base nuk është një... Shumë e avancuar. Ambient i përgatitur, po flasim në nivel, po themi, popullate. Por ama, edhe në vendet të tjera, debati që bëhet, pra nuk diskutohet për të mos pasur protokoll. Pra përveç e përmenda Rusi, Hungari, diçka tjetër. Gjithë vendet tjera e kanë protokollin. Debati bëhet për afatin, kur fillon. Debati për atë që të bëhet dialog tash. Jo, për konsens. Do se për kë isha unë. Protokollet për përgjimin e aprovuar nga të gjitha. Jam dakord dhe unë. Edhe unë them që duhet jetë një moshë pak më mature, pra 18 mendoj ju. Atëherë thuaj që Ministria ta treqë këtë. Thuaj. Lutem, po kush jam unë që ti them Ministrisë? Po presioni popullor duhet ta ndryshojë. Unë e kam nënvizuar, kjo thoni se ka lexosh, po e kam nënvizuar, më në cilën pikë do të diskutojmë. Një minutë, të lutem. Atëherë unë, siç e kuptoj, është për një pavarësisht e përmendet aty që bota dhe literatura ka dhe raste për mosha më të reja, unë e kuptoj që kjo është për një grup 18 vjeç e sipër, kështu e kuptoj unë. Ky protokoll. Po Lora, mos është pjesë e një pakete më të gjerë kjo? Kjo është, tash është Ministria duhet të dalë dhe ta sqarojë. Ne po japim. Kjo është Shqip. A është më i gjerë se kaq? A duhet trajtuar vetëm kjo apo ka dhe 14 vjeçin ajo, po ja pse Elona ka një mendim. Mund ta lexoni vetë dhe ta interpretojmë. Dëgjoni që ke Elonën, pastaj do ndrysh. Unë e lexova dhe ju thash që është evazive. Çfarë do më shumë evazive? Po të them që unë vetë e kuptoj që është evazive. Tani mund të ketë arsye bindse për të filluar trajtimin e para mosës 16. Ajo s'është evazive. Ata bëjnë gjot më. E kamera, lëri këta kamera. Nuk është evazive, është abrazive. Dëgjoni mua. Tani Elona, të lutem, a më është çështje më e gjerë se evazive ka të drejtë. Të lutem se ka Elona. O Suela, mos ndërprer Elonën se. Fal Elona. Ke një çështje më të gjerë, thëse më the që ka një Jo. Në një këndvështrim më të gjerë, se ka shumë, për shumë kundërshtim. Pse të kundërshton ai, çka ka? Mirë pra, pikërisht pra tani, në gjithë situatën që ne jemi, për çështje të cilat, po themi, janë çështje që kanë të bëjnë me trupin e njeriut, me shëndetin riprodhues, qoftë edhe me abortin, patjetër që ka një numër të konsideruar njerëzish, të cilët sigurisht janë komplet kontra. Dhe duhen ndihmuar që ta pranojnë trupin e tyre. Dhe jo të ndihmojnë që të prishin trupin e tyre. Po nuk është të lutem. Po problemi është trupi i tyre i prishur. Po është prishet trupin. O kaun është i prishur trupi. Mendërisht ta pranoj trupin, jo ta. Por se ke kollaj, ai kaun e ke parasysh, është njësoj sikur një burr i fuqishëm edhe një impotent. Ti thua, jepi Xhixhi. Po ja jep Xhixhi po s'bëhet gjë, e kupton?
Nuk është problemi aty se Gjigji e Nuk është aty problemi. Pa aty është problemi. Kjo ishte. Problemi nuk është tek Unë e ka potenca problemi. seksuale, nuk është aty. Po dhe aty Nuk është problemi, sepse, digjon, nëse do ta kufizoni problemin vetëm aty, problemet janë të shumë. Ja, atë po thot Elona, që Problemet nuk janë është... të Elona po thot që ta shumë temu se Elona zgjatet shumë. Elona thot shumë. Sa herë që hapim në një çështje me interes, ju të fesë na ndryni. O, zotri, Erion, me qoftë se është problemi të potenca seksuale, ekzistojnë medikamente. Hapin që është më shumë se aq. Po mos e kufizoni Po, unë të Ka do t'i japim me Viagra, do t'i japim tyre. Po jo t'ja pris. Do t'i japim Ti Viagra. nuk bullove kur ja Po pres. sa vet ka vdekur na Viagra? Ore, e kupton që po tallemi me këta Aty njerëz. kishte të shkruar. Duke u shkatruar trupin, po i tallim. Ne duhet i ndihmojmë ta pranojnë trupin. Nuk është ndihmë të ndihmosh që ai të vinë në një moment e thotë çfarë më keni bërë, ka shumë njerëz. Kiara Bell. Po mirë tani. Ka raste specifike. Ka raste specifike në shumë shtete, në Finland, Norvegji, Britani, Suedi, që thonë, ve në një moment e thonë, o prindëri thonë, qëfar keni bërë juve? Por i thonë prindëri, qëfar ke bërë ti, pse pranove, pse më pranove mua, Nuk ke vetëm Luanën, ke dhe të transitorë. Pse më pranove, pse nuk më ndimove, pse nuk më the prit, e kupton dhe janë të egërsuar me prindit tani, kupton, sepse janë bërë pishmën, por qëfar do bëjnë tani? I kanë shkatruar të gjitha, nuk janë më riprodhues, nuk kanë organe gjenitale, nuk e ndryshojnë, do të ka njerëz për shembull që u kanë ngelur, janë gra që kanë marrë shumë testosteron, janë kthyer kështu si burra, e kanë pranuar identitetin e tyre biologjik siç kanë lindur dhe kanë ardhur në një pikë të kam ngelur kështu si kërcu, nuk kthehem dot ashtu siç isha, ç'a ti bëj? Është e pandryshueshme. Gjifry Baçe si tha. Po tani atë të mos bëjmë. Ne po i çojmë njerëzit në thertore, ne po i çojmë njerëzit në thertore. Elona ka një pikë që thotë, si ka mundësi që ju të fesë tërkona kundërshtonin e sa që hapet ky muhabet. Po sepse po i mbrojmë njerëzit ta pranojnë veten ashtu që ka krijuar Zoti dhe ju t'i shkatrojmë. Ore Zoti e ka bërë me dy organe, çfarë Zoti gabim? Jo, ajo është specifike. Ai interseksi është specifik, hajde ta trajtojmë nëse do të flasim për atë. Po nuk po flasim për interseksi, këtu po flasim për njerëz bukur që i kanë të gjitha organet në rregull, siç i ka bërë Zoti. Po janë të rregullt. Ajo që kanë problem. Siç i ka bërë Zoti me dy gjëra. Jo, me një po them. Me dy o me dy? Po ai është problem thash. Ata Hermafroditi i antikitetit grek. E ka zgjidhur edhe ajo ka zgjidhje. Jo, unë nuk po them që s'ka zgjidhje. Ai zgjidhje. Ai në strukturën e vet ka OXX, OXY. Po sigur e ka një konglomerat XAZ. Jo, ajo është tepër e rrallë. Në shumicën e rasteve kur ka dy organe gjenitale, bëm një diskutim çfarë do bësh? Që ishte një grua që kishte dy fëmijë të ndryshëm me dy burra të ndryshëm. Dgjoj, nëse lexon literaturën. Por nga literatura po i them se s'po i them nga mendja. Tek biologjia këtë po them, ke XX, XY, po ke dhe deformime të tjera. Në çdo libër biologjik sa përqind. Atëherë po flasim. Po janë janë shumë pak. Jo, janë 0,000. Okej. As me 0 për këta që po flasim transgjenorë që janë të përmbajtur. Transgjenorët thonë që janë 1% natë. Po transgjenorë. Po nuk është problem që. Normalisht se pse t'ia futesh me kallash 1% do bëj. Ore ata që quhen vetë transgjenorë nuk është problem, problemi është se thjesht nuk i pëlqen trupi biologjik, mo është vetëm një moskënaqësi, nuk është problem interseksi tek këto 1%. Të mos gjenit në paqe me veten është okay. Jo, duhet ta ndihmojmë të jetë në paqe me veten. Dëgjoj, ka dy qasje. Çfarë po flasim? Pranojnë ato mendimin tuaj. Po, ta ndihmojmë në mendim të pranoj trupin, kurse këto po e ndihmojnë prish trupin që të përputhet me mendjen. Okej, kjo është dy qasje janë për klasë. Jo. Jo, lëre, mos u merr me kaun, merr çik me atë idenë që do më thoshe mua, çfarë më the një gjë. Jo, unë po thosha këtë që në gjithë të situatë që kanë koinciduar disa ligje. Është bërë proteste madhe këtu me këta Bela, doktoresha Ajdin, domethënë se si kaloi. Ligji për shëndetin riprodhues po ashtu krijoi debate që ishte ligji për surrogasi, nuk e di as bër këtu debat, kam jam e bindur. Bashkë më ishim, bashkë ishim. Kemi qenë bashkë, po. Tashmë ky protokoll. Këto ajo që unë do të kërkoja edhe nga ministria apo nga përfaqësuesi do është që të ketë një komunikim pak më delikat, më të qartë. Jo komunikim, jo, ta tërheqi urdhrin. Jo, po thoni juve. Po tërheqi urdhrin mos e do shkatroj kalamajt, do shkatroj fëmijët, i ke fjalët fëmijë, adoleshent, 14, 13, 16, i ke këtu. Këto lloj argumentash, tek ai njeriu i cili nuk ka informacion dhe nuk është i shkolluar si juve, si neve që kemi informacione. Është publik, më merr lexon. Jo, krijon terren dhe krijon një urrëtie të panevojshme dhe disinformimi. Prandaj duhet me shumë
informim, është informim i saktë. Prandaj duhet me kujdes. Po trajtojnë me hormone fëmijët në Shqipëri. Po është dhënë urdhri pra nesër të paraqitet në Është panik që ju krijoni. Po paraqitet nesër një fëmijë. Që është bërë për të shuar në Të një lutem. tjetër. Atëre. Po është tjetër që Të lutem. Ky është një panik dhe ne prandaj Si është duhet panik? ne që jemi të jemi të arsimuar, Paniku të zakonisht informuar. nuk ka Ne duhet të japim ndihmojmë të tjerët të ndërgjegjësohen. Mesazhe bazuar në evidenca, bazuar në statistika, Në të zezë të bardhë, në argumente që mund të trajtojnë mos 16 krijojnë- vjeçarët, 14 vjeçarët. Të lutem, po e tham tash pse ktheheni te ky muhabet. Pa aty është Aty se fut mja. Aty është Diskutuan për ata shia. Prandaj Okej, shkojmë në mesazh. Mesazhi im i Do të vjen në përjetshëm fund. do jetë më fal. Do të vjen në fund, Suela. Suela. Atëre, unë mendoj që çdo njeri ka drejt të jetojë jetën e vet siç duhet, por përzgjedhja e buxhetit shëndetësor duhet të jetë më korrekte dhe mendoj që shteti ose ministria duhet të japë më prioritet problemeve më madhore se sa kjo çështje. Kjo pret kohë për mendimin tim. Shqipëria nuk është gati për të bërë një zgjedhje të tillë dhe për të vënë një ligj të tillë. Është shumë shpejt. Okej. Elona? Elona? Unë doja të thoja që së pari duke falenderuar shumë dhe shumë kënaqësi të jem me ju këtu dhe besoj që ky format nuk mjafton për një debat i cili del përtej debatit mjekësor. Është debat shoqëror, është debat ka të bëjë çështje sociale, ka edhe ideologjik shumë i gjerë, i cili ka nevojë dhe është e nevojshme që të flitet me kujdes nga profesionistët që neve të mos krijojmë situata për disinformim, duke shpresuar që do të kemi dhe një bashkëpunim më të mirë me përfaqësuesit e qeverisë për të sqaruar dhe për të ulur disinformimin që krijon pasaj terren për të krijuar situata të paqëna. Sigurisht është një çështje delikate, jam padyshim që ky grup është i diskriminuar në vetvete, por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që ne nuk do t'i trajtojmë ata me kujdes dhe me të drejta që i takojnë. Por padyshim për te kësaj çështje politikat shëndetësore shqiptare ka nevojë për mbështetje për të gjitha grupet, patjetër për një buxhet më të madh dhe për një kujdes dhe akses të barabartë për të gjitha grupet diskriminuar. Okej. Po, më pëlqeu. Nga pasioni mund të ngrem edhe zërin kërkoj ndjes për këtë, por jam shumë i ndinjuar sepse ky është një rast që shkatron fëmijët, por edhe shkatron edhe të rriturit. Kjo nuk është një betejë me ata që quhen transgjenor, në fakt unë i konsideroj ata njerëz në nevojë, njerëz në ndihmë, po kjo nuk është ndihma e dur, kjo është ndihma që i krijohet një iluzion që ja zgjidhi problemin, por në fakt siç e shikojmë nga statistikat e studimeve ja shtojnë problemet dhe nuk i ikën as ankthi, as depresioni, as problemet shëndetit mendor, ato i rikthehen, intensifikohen dhe mënyra më e dur për të ndihmuar është të tregosh dëmshuri për personin, por të tregosh të vërtetën, ta mësosh të përpunoj mendimet e tij, të ripërtëri mendimet e tij dhe të arrijë ta doj trupin në cilin e ka krijuar Zoti dhe jo ta shkatroj siç po i bëhet përmes këtij protokolli. Belios? Unë përfundimisht edhe siç kam thënë edhe gjithmonë, të gjithë njerëzit kanë të njëjtat gëzojnë të njëjtat të drejta për të marrë shërbime, kujdes, dhe këtu nuk mund të ndahen që tani ka nevojë këta fëmijët, pastaj ka nevojë ata fëmijët. Neve javës i kaloi bëm edhe një fushat, mbyllëm edhe një fushat të gjerë, pikërisht për fëmijët e humbur, edhe ato kur thua fëmijët e humbur, disa prej tyre gjenden, disa prej tyre sot e kësaj dite janë 11 fëmijë të pagjetur në Shqipëri, edhe ata janë në nevojë, nuk janë gjetur, po kjo nuk do të thotë që neve nuk do ngrem të gjitha strukturat që të ulim riskun për fëmijët që shfrytëzohen ekonomikisht apo janë në situatë rrugë, pa i ofruar shërbim. Nëse janë pak. Kjo qasja janë pak, është jo vetëm diskriminuese, po në rastin e transgjenorëve, nga që është një kështu si tem është zitës mos e prek, kur i thua fëmijëve, duket edhe si homofobe, si qasje, si perspektiv, ndërkohë s'kemi të drejta bëjmë këtë. Do të shkojmë në publicitet ku do shkosh ti? Ku do ikë? Ku do ikësh ti? Ka një zgjidhje. Madje ka 2. Ku do shkosh ti? Madje ka 3. Në të treja rastet është me mirë që të qetësosh hormonet, edhe kur ke një problem, është Dorelan. Fletë Dorelan është ilaç, nuk kushton shumë, kushton me gjysmë çmimi. Edhe po pëlqeu ti kthen dhe lekët. Ti të kthen lekët. Domethënë pra kjo është, pra ti kthesh në gjendjen fillestare. Të gjitha problemet ka një emër. Shkojmë në publicitet dhe ju pres me njërë në akuzë.